Lista serbe ka bërë thirrje për përfshirjen e vendeve të Kuintet, SBA, Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Italinë dhe Francën për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje kompromisi për funksionimin e ndërmarrjes ujësillësi Iber. Ky apel vjen ndërsa autoritetet e Kosovës vazhdojnë me mbylljen e institucioneve që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë në veri të vendit. Më 16 maj autoritetet kosovare morën në kontroll objektin e shërbimit kombëtar të punësimit të Mitrovicën e Veriut dhe më herët u mbyllën institucione të tjera si palestra sportive, Muzeu i Qytetit dhe Instituti për Kulturë Nida Sport. Këto hapësira funksiononin sipas ligjit të Serbisë dhe autoritetet kosovare i konsiderojnë si institucione paralele dhe ilegale. Kryetari i listës serbe Zlatan Nelek deklaroi më 14 maj se partia e tij ka qenë gjithmonë për një zgjidhje kompromisi, por ka theksuar se aktualisht nuk ka mundësi për dialog me autoritetet e Prishtinës, të cilët sipas tij kanë refuzuar çdo mundësi bisedimi. Ky është nga herët e para që lista serbe kërkon një zgjidhje për mbylljen e këtyre institucioneve, ndërkohë që autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar ato si ilegale që nga fillimi i vitit 2024. Në këtë kontekst, lista serbe ka apeluar për angazhimin e shteteve të Kuintit për të ndërmjetësuar në një zgjidhje që mund të çojë në një funksionim të qëndrueshëm të institucioneve në veri të Kosovës. Pas mbylljes së institucioneve, kjo është hera e parë që një parti politike serbe kërkon një kompromis për këtë çështje.